Detyra numerike. Trupi bën lëvizje një trajtësisht të nxituar dhe pas kohës prej 20 sekondave ka shpejtësinë 36 km/h. Kërkohet sa është nxitimi i këtij trupi nën A dhe nën B të njeksohet rruga të cilën e ka përshkruar trupi. Zgjidhjen e detyrës do ta bëjmë si në vijim. Së pari do t'i shkruajmë të dhënat e detyrës e ato i nxjerrim nga teksti ku koha është dhënë prej 20 sekondave të cilën e shkruajmë të barazi 20 sekonda. Ndërkaq shpejtësia është 36 km/h. Pra shkruajmë 36 km/h. Dhe kërkohet të gjendet nxitimi i trupit, A barazi pikë pyetje, e gjithashtu kërkohet të njeksohet edhe rruga të cilën e ka përshkruar ai trup gjatë 20 sekondave nëse ka lëviz me një shpejtësi prej 36 km/h. Këto pra janë të dhënat e detyrës të cilat i nxorrëm nga teksti i detyrës, ndërkaq rruga dhe nxitimi kërkohen të llogariten. Punën të cilën do ta bëjmë tani është t'i kontrollojmë të dhënat, a janë në njësi ndërkombëtare. Njësia ndërkombëtare kohës është sekundi, e në sekonda është dhënë koha, ndërkaq shpejtësia është dhënë në km/h e njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Pra punën e parë që duhet ta bëjmë është kilometrat në orë t'i kthejmë në metra për sekond. Pasi të kemi arrit njësinë metër për sekond nga kilometrat në orë, do të gjejmë formulën me të cilën llogaritëm nxitimin kur dim shpejtësinë dhe kohën për të cilën trupi e ka arrit atë shpejtësi. Pasi të kemi llogaritur nxitimin, do të njeksojmë rrugën të cilën e kalon trupi të lëvizjet një trajtësisht të nxituara. Në pjesën e dytë do të vazhdojmë me këto punë të cilat thamë se duhet të përfundojmë e pastaj të llogaritëm nxitimin dhe të njeksojmë sigurisht edhe rrugën. Po vazhdojmë tani me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku në pjesën e parë i nxorëm të dhëna nga detyra dhe koha ishte dhënë në njësi ndërkombëtare, prandaj atë nuk kemi se çka ta zëvendësojmë. Shpejtësia është dhënë në km/h, e tham kilometrat në orë do t'i kthejmë në metra për sekond, sepse njësi ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, por lejohet të jepet edhe në kilometra për orë. Tani, kilometrat për orë do t'i kthejmë në metra për sekond, shkruajmë 36 sepse aq është shpejtësia, ndërkaq kilometrat do t'i kthejmë në metra, e dim që 1 kilometër i ka 1000 metra, ndërkaq orën do t'a kthejmë në sekonda. 1 orë i ka 3600 sekonda. Dim që 1 orë i ka 60 minuta, ndërkaq 1 minut i ka 60 sekonda. Ne këtu nuk kemi 1 minut, po kemi gjithsej 60 minuta. Prandaj 60 minuta shkruajmë. Minuti tham i ka 60 sekonda, herë 60 sekonda, dhe shumëzojmë 6 herë 6, 36, edhe shtojmë 2 zera, edhe shtojmë 100 sekund, dhe del që 1 orë i ka 3600 sekonda. Tani këtu mund të thjeshtojmë 1 zero me 1 zero, gjithashtu dhe këtu 1 zero me 1 zero, e
këtu shohim se edhe 36 me 36 mund ta thjeshtojmë. Kjo nuk ndodh gjithherë, por tani përkoj që 36 të thjeshtohet me 36, sepse po të kishte qenë 35 apo 38 ose 20 km/h, nuk do të kishte mund të thjeshtonim në këtë mënyrë, por atëherë do të kishim shumëzuar numrin natyral me numërusin dhe pastaj ta pjestojmë me emërusin. Po në këtë rast, me qenë se kjo na është bërë e mundur që 36-in ta thjeshtojmë me 36-in, e leksuam shumë dhe tani mbetet vetëm të përshkruajmë numrin 10 dhe njësinë metër për sekond. Që do të thotë se nëse trupi i kalon 36 km në orë, atëherë ai për një sekond i ka kalu 10 metra. Arritëm që edhe shpejtësinë ta kthejmë në njësinë ndërkombëtare në metër për sekond. Kohën vetëm thamë se kemi në njësinë sekond. Tani do të vazhdojmë me zgjidhjen e detyrës së pari në A, ku nxitimi kërkohet e nxitimi paraqet hersin në mes të shpejtësisë së trupit brenda kohës për të cilën e ka arrit atë shpejtësi. Njësia ndërkombëtare e nxitimit të trupit është metër për sekond në katror, që do të thotë se kur të pjestojmë njësinë e shpejtësisë me njësinë e kohës, njësia duhet të del metër për sekond katror. Prandaj do të vazhdojmë. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metër për sekond, derisa njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Shpeshherë nxënësit këtu gabojnë dhe vërsulën të thjeshtojnë sekond me sekond. Kjo është një thyrse dyfisht, ku këtu është thyrsa kryesore dhe sekondi këtu poshtë do të ketë një emërues 1 dhe do të bëhen dy thyrsa. Pra thyrsa e parë është metër për sekond, e thyrsa tjetër është sekond hyj për ne. Tani thyrsën e dyfisht do ta kthejmë në thyrs të thjesht. Atë e bëjmë duke shumëzuar të jashtmet me të jashtme, që kemi metër herë ne, metër, e sekond herë sekond, sekond në katror. Dhe doli se metër për sekond katror, që nga njësia ndërkombëtare e nxitimit, ashtu siç edhe thamë se njësia ndërkombëtare e nxitimit të trupit është metri për sekond katror. Nga kjo përfundojmë se formula është mirë, prandaj këtë formulë do ta përdorim për të llogaritë nxitimin kur dihet shpejtësia që ishte 36 km/h e që e kthyem në metra për sekond dhe koha që është dhënë në sekonda. Tani po ju lëm që ju ta bëni këtë zëvendësim dhe në pjesën e tretë të kësaj detyre edhe njëherë do ta zgjidhim bashkërisht në mënyrë që ju ta krahasoni zgjidhjen e detyrës së huaj me detyrën të cilën do të përpiqemi që ta punojmë së bashku. Detyra numerike. Trupi bën lëvizje një trajtësisht të nxituar dhe pas 10 sekondave ka shpejtësinë 36 km/h. Sa është nxitimi i këtij trupi dhe të njësohet rruga të cilën e ka përshkruar trupi. Zgjidhja e detyrës është si në vijim. Në fillim do të nxjerrim të dhënat e kësaj detyrës nga teksti të cilin sapo e lexuam. Pra, një trup bën lëvizje një trajtësisht të nxituar dhe pas 10 sekondave, koha matet me sekonda, pra pas kohës prej 10 sekondave, trupi ka arrit shpejtësinë në 36 km/h. Shpejtësia shënohet me v 36 km/h. Tani kërkohet të njësohet nxitimi i trupit që shënohet me a dhe të njësohet rruga të cilën e përshkruan trupi gjatë kohës prej 10 sekondave. Në fillim do t'i kontrollojmë të dhënat se a janë dhënë në njësi ndërkombëtare e duhet të dimë
për secilën mallësi fizike, se cila është njësia ndërkombëtare. Njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, ashtu edhe është dhënë koha në sekonda. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë nuk është kilometri për orë, po njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Prandaj, lejohet të përdoret njësia kilometër në orë, por njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. Kështu që kilometrat në orë duhet t'i kthejmë në metra për sekond. Pasi t'i kemi kthy kilometrat në orë në metra për sekond, duhet të gjejmë formulën me të cilën e llogaritëm nxitimin e trupit kur ai për 10 sekonda arrin shpejtësinë 36 km në orë. Pasi ta kemi llogarit nxitimin, atëherë vazhdojmë me llogaritjen e rrugës, ku rruga paraqet prodhimin e shpejtësisë dhe kohës, por në këtë rast, me qenë se lëvizja është e nxituar, do të kemi një formulë tjetër, të cilën e kemi mësuar te njësia mësimore nxitimi dhe rruga. Natyrisht se këto dy formula para se t'i përdorim, duhet t'i vërtetojmë e të përmendim njësitë të cilat duhet të dalin. Njësia ndërkombëtare e nxitimit është metri për sekond në 4 orë, ndërkaq njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Kështu që formulat për nxitim dhe kohë, kur të vërtetohen, duhet të fitojmë njësinë metër për sekond 4 orë për nxitimin, përkatësisht njësinë metër për rrugë. Dhe pasi të vërtetohen formulat, do të vazhdojmë me zëvendësimin e tyre dhe do të arrijmë te rezultati i cili kërkohet për nxitim dhe rrugë. Ju do të vazhdoni tani sipas këtyre udhëzimeve të cilat i dham, ndërkaq ne në pjesën e 2, 3 dhe sa të ketë nevojë, do të vazhdojmë me zgjidhje të mëtutjeshme të kësaj detyre, ku pastaj ju mund të krahasoni zgjidhjet e juaja sipas asaj të cilës do të ndeshni në vazhdim të këtyre detyrave numerike. Po vazhdojmë tani me pjesën e dytë të detyrës numerike, ku teksti i kësaj detyres ishte: trupi bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar dhe pas 10 sekondave ka shpejtësinë 36 km në orë. Tu kërkohej të njehsohet nxitimi i këtij trupi dhe të njehsohet rruga të cilën e ka përshkruar trupi. Në pjesën e parë të detyrës i nxorëm të dhënat, ku koha ishte 10 sekonda e shpejtësia 36 km në orë, ndërkaq nxitimi dhe rruga dy mallësi të cilat kërkohen që të njehsohen. Koha është dhënë në sekonda, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekonde. Shpejtësia është dhënë në kilometra në orë, e kilometrat në orë duhet t'i kthejmë në metra për sekond, sepse edhe kemi cek në pjesën e parë dhe disa herë në detyra të tjera, se shpejtësia njësia ndërkombëtare ka metrin për sekond. Dhe kur të gjendet formula e nxitimit, njësia do të del metër për sekond 4 orë, ndërkaq njësia rrugës është metri. Ne tani shpejtësinë për kilometra në orë do ta kthejmë në metra për sekond, ku numrin 36 e përshkruajmë, ndërkaq kilometrat i kthejmë në metra e orët në sekonda. E dim se 1 kilometër i ka 1000 metra dhe 1 orë i ka 3600 sekonda. Këtu mund të thjeshtojmë 2 zero me 2 zero dhe po ashtu 36 me 36 mund të thjeshtojmë, e gjithë kjo pas thjeshtimit do të mbetet 10 metra për sekond. Tani do të shkruajmë formulën e nxitimit, ku nxitimi paraqet herësin në mes të shpejtësisë së trupit
dhe kohës për të cilën trupi do të lëvizë. Do të gjejmë njësinë dhe ashtu siç tham, njësia për këtë formulë duhet të del metër për sekond katror, sepse njësia ndërkombëtare e nxittimit është metri për sekond katror. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond. E shkruajmë, ndërkaq njësia ndërkombëtare e kohës është sekonde. Këtu kemi një thyes të dyfisht, ku sekondës do t'ja shtojmë një emërues 1, sepse çdo numër që pjesëtohet me numrin 1 është vetë ai numër. Tani thyesin e dyfisht do ta kthejmë në thyes të thjesht, duke shumëzuar të jashtmet me të jashtme, ku kemi metër herë 1 metër dhe sekond herë sekond kemi sekond katror. Njësia metër për sekond katror është njësia ndërkombëtare e nxittimit që e vërtetuam se duhet të del njësia metër për sekond katror. Me qenë se formula është mirë, atëherë do të bëjmë zëvendësimet. Pra, përshkruajmë edhe një herë formulën e nxittimit, që paraqet herësin e mes të shpejtësisë dhe kohës, dhe tani do të kthehemi te të dhënat. Shpejtësinë e patëm me 36 km/h, por kur shndruam atë në metra për sekond, doli se është 10 metra për sekond. Prandaj shkruajmë 10 metra për sekond. Ndërkaq kohën e kemi 10 sekonda. Shkruajmë edhe këtu 10 sekonda. 10 që me 10 mund të thjeshtohet, apo 0 me 0, dhe 1 pjesë me 1 është 1. Metër për sekond, thy për sekond, ashtu siç e vërtetuam paraprakisht, kemi njësinë metër thy për sekond në katror. Që do të thotë se nxitimi i trupit në rastin kur shpejtësia është 36 km/h, për kohën prej 10 sekondave do të lëvizë me nxitim 1 metër për sekond katror. Dhe në këtë mënyrë, pjesën e parë të detyrës, apo nën A, njeksuam se nxitimi i këtij trupi është 1 metër për sekond në katror. Pra, nxitimi i trupit është 1 metër për sekond katror në rastin kur trupi për 10 sekonda arrin një shpejtësi të lëvizjes prej 36 km/h. Ne shpresojmë se edhe ju keni arrit deri te ky rezultat, ku nxitimin e trupit keni marrë se është 1 metër për sekond në katror, pasi që keni gjetë formulën e nxitimit, e keni vërtetuar atë, dhe pastaj po atë formulë e keni përshkruar dhe keni bërë zëvendësimet e të dhënave duke arritur rezultati 1 metër për sekond katror. Në pjesën vijuese do të llogaritim rrugën të cilën e ka përshkruar trupi për kohën prej 10 sekondave në rastin kur lëviz me shpejtësi 36 km/h e nxitim 1 metër për sekond katror. Prandaj, në këtë pjesë tjetër, ku do të llogaritëm rrugën e trupit, së pari do të gjejmë formulën me të cilën e llogaritëm nxitimin në rastin e lëvizjeve njëtrajtësisht të shpejtuara apo të nxituara, dhe pasi të vërtetojmë formulën, duhet të fitojmë njësinë metër, edhe pastaj do t'i bartim të dhënat të cilat kërkohen nga formula për të llogaritur pastaj se sa është rruga të cilën do ta kaloj ai trup gjithnjë për kohën prej 10 sekondave, nëse nxitimi me të cilën trupi lëviz është 1 metër për sekond katror. Gjithashtu do të shihni se a keni mund të llogaritni së pari rrugën në detyrën nën B, pa e njeksuar nën A nxitimin e trupit. Pra, në pjesën vijuese do të vazhdojmë me zgjidhjen e pjesës nën B të kësaj detyre. Tani po vazhdojmë me pjesën e tretë të detyrës, ku ka mbetë të llogaritim rrugën te lëvizja e një trupi i cili pas 10
sekondave ka arrit të mbajë shpejtësinë 36 km/h dhe lëvizja ishte njëtrajtësisht e nxituar, ku llogaritëm nxitimin e trupit në pjesën e dytë të kësaj detyre dhe rezultatin e fituam 1 metër për sekond në katror. Tani do të llogaritëm rrugën me të cilën trupi ka arrit të bëjë një lëvizje njëtrajtësisht të nxituar apo lëvizje njëtrajtësisht të shpejtuar. Në rastet ku trupi bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituara, formula e llogaritjes së rrugës është 1/2 a herë t në katror. Këtë formulë e kemi vërtetuar dhe kemi arrit deri te kjo te njësia mësimore nxitimi dhe rruga. Kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia do të del metër, për arsye se njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, ashtu siç edhe kemi thënë në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të detyrës se kur të vërtetohet formula e rrugës të lëvizjet njëtrajtësisht të nxituara, njësia duhet të del metër. Dhe tani formulën të cilën e shkruam do ta vërtetojmë dhe të shohim se ato të arrijmë te njësia metër, kur të shumëzohet njësia e nxitimit me katrorin e njësisë kohës. 1/2 është vlerë numerike dhe nuk ka njësi, ndërkaq nxitimi i trupit njësinë e ka metër për sekond katror. Këtë edhe e vërtetuam në pjesën e dytë të kësaj detyre, ku gjetëm formulën e nxitimit dhe pam se njësia ndërkombëtare e nxitimit është metër për sekond katror, që edhe e vërtetuam me anë të formulës. Prandaj, përshkruajmë njësinë e nxitimit metër për sekond katror, herë njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, ndërkaq koha është në katror, atëherë edhe sekundi është në katror. Tani me lehtësi shohim se sekond katror me sekond katror mund të thjeshtohet dhe mbetet vetëm metër. Gjë që e vërtetuam se njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, që edhe me shumëzimin e njësive të nxitimit dhe katrorit të kohës doli se njësia ndërkombëtare është metër, e kjo njësi metër i përgjigjet rrugës si madhësi fizike. Meqense formula qenë ka mirë, atëherë këtë formulë do ta përdorim dhe e përshkruajmë edhe një herë rruga barabartë me 1/2 a herë t në katror. Këtë formulë mund ta hasni edhe si a herë t në katror thyë për d. Matematikisht është e njëjtë si të shkruani 1/2 a herë t në katror, si të shkruani a herë t në katror krejt thyë për d. Prandaj, ne do të vazhdojmë me cilën do prej mënyrave të cilën e kemi shkru këtë formulë dhe nxitimin e trupit është me rëndësi ta marrim dhe të dhënat këtë nuk e kemi. Ju kujtohet kur në pjesën e dytë tham, a keni mund ta llogaritni rrugën së pari pa llogarit nxitimin. Gjë që shihet se nxitimi nuk ka qenë fare të dhënat në pjesën e parë të cilën e kemi dhënë te detyra, sepse shihet se në tekst të detyrës është dhënë vetëm koha 10 sekonda dhe është të dhënë shpejtësia 36 km/h dhe fare nuk është dhënë nxitimi, prandaj domosdoshmërisht është dashur që së pari të njësohet nxitimi i trupit për të arritë të njësojmë rrugën, sepse nuk do të kishim mund të shkruanim tani nxitimin në këtë formulë ku kërkohet nxitimi i trupit. Prandaj, 1 metër për sekond në katror e marrim nxitimin pasi është zgjidh pjesa e parë e detyrës pranën A, ku është llogarit nxitimi i trupit dhe rezultati ka dalë 1 metër për sekond katror. Shkruajmë herë, koha është 10 sekonda, që është dhënë të dhënat në fillim, prandaj shkruajmë 10 sekonda, herë 10 sekonda, meqense kohën e kemi në katror, atëherë e tërë kjo 10 sekonda duhet të shkruhet në katror dhe gjithë kjo të pjesëtohet me d. Mund të vazhdojmë
Shkruajmë edhe një herë 1 metër për sekond në 4 orë, herë 10 që në 4 orë është 100, ndërkaq sekondi në 4 orë, sekond në 4 orë. Hye për 2. Sekond 4 orë me sekond 4 orë thjeshtohet, 1 herë 100 është 100, hye për 2 është 50 dhe njësia metër. Dhe rezultati del se 50 metra do t'i kaloj trupi për 10 sekonda me qofse ai lëviz me një nxitim 1 metër për sekond në 4 orë. Pra 50 metra ka kaluar trupi për 10 sekonda nëse ka lëviz me një nxitim prej 1 metri për sekond 4 orë apo me një shpejtësi 36 km në orë.